Vlora një nga qytetet më të rëndësishme turistike dhe urbane të vendit, po përballet me një situatë problematike mjedisore, e cila po ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetës së qytetarëve dhe në imazhin e qytetit. Rrugë të papastruara, pluhur dhe balë të pranishme në segmente të ndryshme rrugore janë kthyer në një realitet të përditshëm për banorët e Vlorës. Nga vëzhgimi i realizuar gjatë ditës së mërkurë, më datë 28 janar, në disa prej rrugëve kryesore dhe dytësore të qytetit, situata paraqitet mjaft shqetësuese. Veçanërisht problematike paraqitet aksi Transballkanikes, i cili shërben si rrugë hyrëse dhe dalëse e qytetit të Vlorës. Në këtë zonë, por jo vetëm, në disa segmente vjet re prania e madhe e pluhurit, ndërsa në zona të tjera balta ka pushtuar asfaltin. Nga situata e krijuar, duket qartë se rrugët nuk janë larë për një kohë të gjatë me ujë me presion, ashtu siç parashikohet nga standardet e pastrimit urban. Mungesa e larjes së rregullt të rrugëve ka bërë që pluhuri të ngrihet vazhdimisht nga qarkullimi i automjeteve, duke ndikuar negativisht jo vetëm në mjedis, por edhe në shëndetin e qytetarëve, veçanërisht fëmijëve të moshuarve dhe personave me probleme respiratore. Bashkia e Vlorës, ndërmarrja e saj e pastrimit, kanë për detyrë të garantojnë mirëmbajtjen dhe pastrimin e rrugëve, por aktualisht mjetet e posaçme për larjen dhe pastrimin e tyre nuk shihen në terren. Autofshesat dhe mjetet e larjes me ujë, të cilat duhet të jenë çdo ditë në shërbim të qytetit, me sa duket qëndrojnë të mbyllura, ndërkohë që rrugët mbeten të mbuluara nga pluri dhe balta. Problemi nuk kufizohet vetëm tek gjendja e rrugëve. Një tjetër shqetësim serioz është edhe situata e mbetjeve urbane. Në disa zona të qytetit, kontenierët e mbeturinave janë të tejmbushur, ndërsa mbetjet shihen të hedhura si brenda ashtu edhe jashtë tyre, madje edhe në sheshe apo anë rrugësh. Kjo gjendje krijon jo vetëm ndotje vizuale, por edhe rrezik për përhapjen e infeksioneve dhe erave të pakëndshme. Pastrimi i qytetit është një shërbim bazë që duhet të ofrohet në mënyrë të rregullt dhe efikase. Qytetarët e Vlorës paguajnë taksa dhe tarifa për pastrimin, ndaj kërkojnë që shërbimi të jetë në përputhje me detyrimet e institucioneve përkatëse. Edhe pse Vlora është një qytet në ndërtime sipër, me investime publike dhe private, si në infrastrukturë, ashtu edhe në objekte banimi dhe shërbimi, është e pafalshme që të mos garantohet një nivel minimal i pastërtisë urbane. Investimet humbasin vlerën e tyre nëse qyteti mbetet i mbuluar nga pluri, balta dhe mbeturinat. Larja e rregullt e rrugëve me ujë të bollshëm, përdorimi i autofshesave dhe pastrimi sistematik i zonave urbane duhet jenë prioritet për Bashkinë e Vlorës dhe ndërmarrjen e pastrimit. Aktualisht, rrugët e qytetit duken se as nuk fshihen dhe as nuk lahen, duke lënë pas një panoram as pak dinjitoze për një qytet bregdetar me rëndësi kombëtare dhe turistike. Qytetarët presin reagim dhe veprim konkret nga institucionet përgjegjëse, në mënyrë që Vlora të mos identifikohet me ndotjen dhe neglizhencën, por me pastërti, zhvillim dhe standarde të denja për banorët dhe vizitorët e saj.